Rreth 30 mjek specialist nga Volosi i Greqisë kanë zhvilluar konsulta dhe vizita mjekësore falas në Korçë në një aktivitet humanitar të organizuar nga Mitropolia e Shenjtë e Korçës. Qytetarët patën mundësi të konsultoheshin me mjek të specialiteteve të ndryshme, duke përfituar ekzaminime dhe këshillim mjekësor pa pagesë. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe Mitropoliti i Volosit, i cili vlerësoi bashkëpunimin mes dy mitropolive dhe rëndësinë e nismave që i shërbejnë komunitetit. Një grup mjekësh specialist të specialiteteve të ndryshme nga qyteti i Volosit, të cilët ushtrojnë një aktivitet vullnetar prej shumë vitesh, me iniciativën e Mitropolitit Dimitriadës, ose të Volosit, si mund të themi më që e njohim edhe këtu, gjenden sot në qytetin tonë për të ofruar këtë shërbimin e tyre, krejtësisht falas pas një detyrim, me aq sa ata munden, por është e rëndësishme që kjo gjë bëhet me dashuri të madhe, me përkushtim të madh, për të mirën e njerëzve që nuk munden të kenë akses qoftë të udhtojnë drejt Tiranës ose qoftë drejt klinikave private që ndodhen në qytetin tonë, sepse siç e dim që ka një kosto e gjithë kjo gjë. Kjo është ere parë që zhvillojmë një mision mjekësor jashtë Greqisë dhe zgjodhëm pikërisht Korçën dhe këtë mitropoli për të realizuar. Njoja ime me mitropolitin Anastas krijoi mundësinë që të vinim këtu dhe të ofronim vizita mjekësore falas me ekipin tonë. Së bashku me mjekët kemi sjellë edhe pajisje mjekësore të nevojshme për ekzaminimet. Nëse kjo nismë rezulton e suksesshme, synojmë ta përsërisim edhe në të ardhmen. Mjekët pjesëmarrës u shprehen se qëllimi i tyre ishte të ofronin ndihmë dhe këshillim profesional për qytetarët që kishin nevojë për kontroll mjekësor. Jemi rreth 30 mjek nga Volosi i Greqisë dhe jemi këtu fal bashkëpunimit të dy mitropolive, në shërbim të qytetarëve të Korçës. Sot pritet të ekzaminohen rreth 500 pacient. Është hera ime e parë në Korçë, në Shqipëri. Jam i impresionuar nga bukuria e qytetit dhe mikpritja e njerëzve. Ata janë shumë miqësorë dhe kjo na ka bërë përshtypje të veçantë. Interesi i qytetarëve për këtë nismë ishte i lartë. Shumë prej tyre vlerësuan mundësinë për të konsultuar falas me specialistë të fushave të ndryshme, duke e cilësuar aktivitetin një ndihmë të vyer për komunitetin. Shumë e mirë për komunitetin edhe ja si që shikoni edhe vetë që pjesëmarrja e njerëzve është shumë e madhe. Jemi të kënaqur se vinë nga Greqia për të na vizituar me të. Si të duken këto nisma, janë specialistë? Shumë të mira, shumë të mirë. Për ne shqiptarët që jemi dhe që t'i bëjmë tëra me para, se unë e kam operuar të po, e roba shumë leka dhe tash pensionista jam. Këtu kam erdhur për të bërë një vizitë në endokrinologës, shumë të rëndësishme janë vizita, sidomos për pensionistët, për ata që kanë pagën pensionin shumë të ulët. Organizatorët shprehën gatishmërinë që nisma të tilla humanitare të vijojnë edhe në të ardhmen, në shërbim të shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve.